është për të vënë duart në kokë, kur banorët nuk din kush është Ismail Qemali, nuk din kush është Tefete Jajaga, nuk din kush është Ibrahim Rugova, nuk din gjërat më elementare që ka ndërtimi i një shteti. E ndërkohë, gjatë verës bëhet të gjithë patriot, duke dalë me flamure, duke dalë me kerre, me makina. Këto e kanë për ata që janë rritur në diasporë dhe e kanë këtë pavajsin që janë rritur atje dhe nuk din shumë. Pyetësori që bëri vllai i madh, okej, tabela shumëzimit, nuk e di, nuk e kanë mësuar ku kanë qenë në shkollë fillore, por mos të dish kush janë krerët e shtetit, të mos dish kush janë fituesit e Big Brotherit, të mos dish figurat ndërtuese të shtetit dhe ata që e kanë themeluar, të mos dish kush ka krijuar himnin, të mos dish këtë, të mos dish atë. Për çfarë jeni shqiptar? Sigurisht që janë kritikuar, janë kryqëzuar dhe nuk e kanë mësuar të gjithë ato që u bë dhe vjet, që sërish banorët dështuan duke mos njohur figurat e rëndësishme të shtetëndërtimit shqiptar, por edhe atyre në Kosovë. Po duke mbetur tani më tek loja, një vendim i vllait të madh për të hequr nga çmimi i madh 10.000 euro për disa banorë, por në fokus Eliono Klodi dhe lundrimi për shkak të vijushëm të thyrëve të rregullave në lidhje me përshpërimat në vesh, me fjalët që i thojnë në vesh, me heqjen e mikrofonave, dhe është një mëkat i madh të bësh këto veprime në një shtëpi ku ti e ke nënshtruar dhe e ke kuptuar dhe e ke pranuar që do të jesh 24/7 i filmuar dhe i regjistruar me audio dhe me figurë, çdo veprim, çdo fjalë, gjithçka që bën ti në atë shtëpi. Edhe shpeshherë është folur për një lloj favorizimi që kanë këto tre personazhe nga vllai i madh kryesisht, më së shumti Eliona edhe Klodi në disa momente, por më shumë e kam parë komente që e kanë me Eliona që është, le të themi, në tutelën dhe mbrojtjen e produksionit, mori vendimin që hoqen nga çmimi i madh 10.000 euro. Interesante do të ishte nëse do të bënin veprimet që ndërmerr dhe vllai i madh në Shqipëri që i çon në televotim kokë më kokë, edhe pse janë tre nga personazhet që janë futur që nga dita e parë e Big Brotherit, edhe pse Klodi, Lëndrimi dhe Eliona e kanë krijuar këtë treshi për sheshi dhe janë kthyer në një lloj grupi të lezetshëm në rrjetet sociale ku për ta komentohet, pëlqehen, ka një lloj energjie të mirë ku janë bashkë për te lojës fake që ka krijuar Klodi dhe Eliona me atë pëlqimit shpëlqimin. Për mua duhet të merrte vendimi për të çuar të tre në nominim kokë më kokë, se finalja në syrin tim dhe në optikën e asaj që un kam parë dhe kam analizuar, nuk ka vend për të tre. Mendoj unë që më së shumti vend ka vetëm për njërin prej tyre, për Lëndrimin, por duke parë dhe suportin dhe mbështetjen dhe atë vajzën e mirë, atë vajzën e sjellshme deri diku që është treguar Eliona, se lojtare nuk është treguar propose në fillimet e saj ka qenë e sulmuar nga Alba dhe nga Benita, pra që ishte më shumë e heshtur dhe pranonte goditjet që mori nga dyja vajzat, e më pas kjo love story, por edhe tragjedia e jetës së saj, por nga ana tjetër edhe Klodi me këtë flirtet që ka si me Benitën, por edhe me Elionën, edhe më pas ai dyshimi që ishte në fillim në lidhje me Lëndrimin. Pa dyshim që janë personazhe që janë pëlqyer dhe kanë atë fanbezat e tyre që pëlqejnë sjelljen apo dhe trajtën si e kanë sjell veten e tyre deri më tani në këtë format të Big Brotherit. Siç e ceka, do doja që të ishte një lloj televotimi dhe jo një dënim në grup me uljen e çmimit të madh. Po sigurisht mund të jetë edhe kjo një lloj tentative për të parë a do të kishte shumë debate. Alba direkt ju tha banorëve të tjerë që mos bini prej e provokimit, pasi produksioni do që ne të merremi me këtë situatë, të godasim ata të tre që të dalin si viktima dhe të përfitojnë një tjetër situatë në prime, se Alba ka treguar me të këqijat që mund të bëjë, por edhe me të mirat që të bëjë, që nuk ta lejon që të kapësh prime pa qenë ajo e pranishme, dhe pse për disa mund të jetë tejet e bezdisur reagimi që bën Alba, bie plotësisht dakord që me hyrjen e limit ajo e shkatroi lojën vetën, që pranoi malin me ofendime, malin me gjykime, me pargjykime, me ulje, me nështrimi që i bëri limi për këtë gjë. E kam thënë dhe nuk dua të bëjmë i përsëritur, sa kaq përsëri situata që ka të bëjë me Albën dhe me Labin që erdhi nga pluri që i hodhi Alba ati kur ishte në gjumë. Sigurisht një vendim dhe një veprim që nuk duhet ta merrte, pasi ajo ka fjalën dhe kështu mund të provokoj, mund të lozi lojrat dhe mund të krijoj situata. Më pas e kemi parë gjatë këtyre orëve të fundit, orë të
të zgjatura të labit që ka qenë këmba këmbës Albën, edhe pse e ka quajtur një lloj përndjekje, për mua nuk është përndjekje, por e ka ndjekur hap pas hapi, mund të jetë një lloj loje të dyve, pasi ajo përmendi që unë këtë javë do të merre vetëm me labin, ndoshta edhe për t'i dhënë ndonjë ndihmë, duke qenë që është një televotim ku është pjesë edhe kushtrimi, edhe Ludoli është më lojtar, kushtrimi është më babaxhan atë shtëpi, pra ka një lloj fanbase që e ka sjell deri më tani në Big Brother, se lojtar nuk ka qenë dhe nuk do të jetë për sa kohë, kështu ka vendosur dhe kështu parluan deri ku përshkojmë në gati në përfundim të Big Brotherit, por gjithë situata midis Albës dhe Labit, sigurisht që ka qenë një situatë që ka pasur komente, ka pasur veprime. Alba thot Labi në një moment u tensionua, mori thikën që kishte në banak ku gatuante dhe mori si një lloj kërcënimi, si një lloj përndjekje. Her pas here u shprente e bezdisur nga afrimiteti i tij, ku ishte në dhomën e rrëfimit tek dera aty, thoshte mu largo se po më përndjek, po më kufizon hapësirën time, po prek në hapësirën time dhe nuk po ndjem komode me ty, ti e manjak, ti e ashtu e ti e ashtu, nëse nuk është një lojë që deri diku jam ides që është një lloj strategjie të dyve për të mbajtur njëri tjetrin dhe për të krijuar situatat, për të mbajtur gjallë dhe të karikuar, për të qenë të diskutuar dhe për të pasur një situatë ku deri më tani janë dy më të vetmit ata që e ka me zell të madh për të bërë lojë, e pam dhe Labin që vuri shëritin me Limin, ta djej se çfarë ka komentuar jashtë, si e ka ofenduar Limi e çfarë i ka thënë, me siguri nuk do të vënte shëritin me emrin e Limit dhe të Albës. E kam thënë, Labinot Rexha është pa diskutim një nga ato lojtarët që jep gjithçka për lojën, që është energjik, që krijon situata, që sa i rrin përshtat figurës së tij, duke qenë që është një baba në moshë, apo ndoshta Big Brotheri do dhe lojtarë të tillë që nuk e kanë problem moshën, nuk e kanë problem statusin ku janë, edhe nuk e kanë problem që të bëjnë të tilla veprime siç Labi bën dhe tani më është i njohur për këto çudirat, siç ishte edhe shplarja e Sehiri që bëri dje, që për mua ishte qesharake, por edhe paksa ofenduese për besimin që ta bëje pjesë në atë ritualin tënd të shplarjes së Sehirit që sipas tij Alba i ka bërë. Një tjetër moment që është bërë viral është kur Benita thotë që s'ma qesin kur unë qaj për një mashkull. Pra të gjithë këtë situatën ajo ka pasur lojë, pëlqimin për Klodin, vajtimet, ngazëllimet, pra e ka të stisur me indiksione nga dhoma e rrëfimit, përsa ko thot që ju thash edhe që mos ta nxjerrin që unë vajtoj për meshkujt, por ndërkohë që kanë dalë gjitha këto situatat, ka dalë dhe kjo që Benita shprehet këtë që unë përmenda, mbetet për tu parë se a do të ketë një lloj ndryshimi me këtë dasmën që nuk po tregohet se kur do të bëhet, se kush do të jetë dhëndri edhe nusja. Tani bie që do të bëhet në fundjavë, se nesër është prime, sonde është darka të nominuarve, ku do të jenë një tryez Labi, Ludo dhe kushtrimi, dhe publiku do të shikojë lojtarin dhe kush është njeriu në atë lojë që deri më tani është kushtrimi. Do të shikojnë Ludolin që është një analist nga mëngjesi deri në mbrëmje i çdo situatës, do të shikojnë Labin që më ndoshta do të fusi një lloj pikëllimi, një lloj historie, një lloj melankolie që ai e tregon në situata, apo do të shikojnë edhe kushtrimin si një njeri në atë shtëpi që ka treguar që nuk përfshihet në debate, që nuk përfshihet në banalitet, po ka atë njeriun që ka profesion këngën, që e tregon, që ka profesion haren, që ka treguar më shumë stilin e veshjes dhe stilin e ngjyrimit të flokëve, dhe midis këtyre tre personazheve, midis këtyre tre banorëve, midis këtyre tre lojtarëve, publiku do të vendos nesër se kujt do t'i ndërpresi shansin për dalë nga shtëpia dhe kujt do t'i japi rrugtim dhe kujt do t'i japi më shumë hof për ta vazhduar rrugtimin drejt finales apo drejt gjysmëfinales, derisa do t'ju takojnë atyre të dyve. Edhe vetë faqja e Big Brotherit ka hedhur një foto duke pyetur publikun se kush e ka strategjinë më të fortë. Nëse do të flasim për strategji, kush ka lëvizur ujërat, kush ka krijuar dinamika, kush e ka të zellin për të qenë një lojtar në atë shtëpi, është Alba, është Labi, është Ludoli që bën vetëm analiza, shtjellon edhe bën
çfarë do lloj gjëje për të ndarë treshin për shesin, kuse më së shumti treshi për sheshin e kam parë në vibe-in e mirë, lëndrimin e kam parë të pozicionuar në strategjinë që të tregojë energjinë e mirë, atë vibe-in, atë djalin e memeve, atë djalin që i ka pesh fjala kur flet në prime, kuse e lion atë vajzën çikën e mirë që në shumë raste nuk kupton, qesh, skuqet, kuse Claudin e kam parë në strategjinë e një flirtuesi playboy, kuse Hygertën atë zonjën që do të mbaj qëndrimet e forta, kuse Arditin profesori që të bën vetëm gestikulacione dhe jep mendime, shuj atje, shuj këtu duhet nivel. Ka bërë ndonjë provokim tek këtu, ka sokohe me Edin që e nxori nga shtëpia. Motrat i shikoj më shumë të shpërndara, Suanitën e shikoj më shumë të fort në atë lojë, Aurorën që ka një lloj kimie me lëndrimin, që ka një vibe të mirë me kushtrimin, kush kanë mbjetur të tjerët nga banorët. Dolce që zgjohet, kërcen, sensuale, nuk ka ndonjë lojë Dolce aty. Benita që qanë për dashurin, Benita që kërcen, që bërtet, që shfaq format e saj bombastike, që mërzite, që thot do ta lejojnë, pastaj thot nuk qajun për një burr, shpreh dashurin për Claudin, i gjuhet e Lionës ka një lloj xhelozie, është më e hapur për ndjesitë e saj, është më popullore, pranon ku ka gabime, pranon kur e shikon që ka vepruar gabim tërhiqet. Kështu është Benita, është një lloj vajze në atë shtëpi që pranon edhe ndërhyrjet që ka bërë estetike, pranon dhe kur gabon, dhe në sytë të tjerëve është më shumë reale si personazh se sa banorët e tjerë Benita. Ky ishte edhe Troç me Redin, do doja të ndija dhe mendimet tuaja për këto situatat e orëve të fundit dhe se kë prisni ju të shkoj drejt finales, dhe më kryesore mos harroni të bëni subscribe kanalit ton Koha Jo në YouTube.